I cili po vazhdon trajtimin në QKUK. Detajet e fundit na i sjell kolegja jon Blerina. Mirëmëngjesi Blerina. Mirëmëngjesi edhe për ty Gongjesi dhe për gjithë shikuesit e orës 7. Gjendëm këtu në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku mbrëm u sollën dy viktimat e rastit, dy të plagosurit e rastit të gjuajtjes mbrëm me armë, dhe njëri prej tyre mësuam që 15 minuta pasi vetë se erdhi në spital ndroi jetë. I viktima apo i ndjeri Nasser Gashi ishte i qelluar edhe me pistolet, por edhe i therrur me thik në gjok. Ndërsa i plagosi tjetër ishte i plagosur në këmbë dhe siç mësuam nga vetë mjekët këtu kujdestar na thanë që gjendja e tij është stabile dhe madje është larguar nga emergjenca dhe është vendosur në ortopedi. Për rastin mbrëm thuhet që i përfshirë ka qenë edhe Alban Gashi, i cili është i njohur, siç mësuam, për policinë për shkak se të dytë kanë pasur probleme të shumta, ndërsa për viktimën, siç mësuam nga burimet tona për Nasser Gashin, kuptohet se nuk ka pasur probleme me palën tjetër, mirë po vetëm ka qelluar aty për t'i ndarë, ka insistuar për t'i ndarë dhe kështu ka pësuar. Kjo mbetet të konfirmohet nga policia, por kështu na thanë personat të afërm të tij, ndërsa i prezant ka qenë edhe i zhvanori Big Brother Vip Kosova Xuzi, ku është dëgjuar nga një shtetar duke u pyetur se Xuzi ai e mirë. Ende nuk kemi pasur ndonjë reagim nga ai, po kështu raportuam mbrëm në orët e vona në rrjetet sociale që prezant ka qenë edhe ai. A keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, Blerina, të përshëndesim dhe faleminderit që i solle gjitha këto informacione për shikuesit e emisionit Mëngjesit dhe bazuar në atë çfarë raportoi Blerina, si dhe në ato çfarë kemi raportuar.